sepse kanë nisur një artikulim, sidomos nga partitë e vogla dhe partitë të reja, që partitë janë problem, ose besojnë më shumë te individi. Mbase qasja e tyre është shumë e djathtë, por unë dua të them që në qoftë të se në një spital arrestojmë të gjithë mjekët edhe janë të korruptuar, nuk do mbyllim spitalin. Thjesht do themi që problemi janë disa mjekë që janë të korruptuar. Kështu që dhe partitë politike në Shqipëri janë bërë si banda kriminale dhe ata që që i drejtojnë, që e udhëheqin, janë të korruptuar dhe po e fakton drejtësia këtë gjë. Kjo do të thotë që partia politike si ide, si funksion, si subjekt është problem. Nuk është problem. Thjesht ne kemi bërë një statut dhe kryetari i jonë është formal, një përfaqësues i joni, nuk ka kompetenca siç kanë partitë tradicionale. Edhe lista e kandidatëve është zgjedhur nga bazat, nga anëtarët.